Një delegacion i Partisë Italiane Fratelli d'Italia, forcë politike e kryeministres Giorgia Meloni, vizituan kampin e emigrantëve në gjatër të Lezhës. Përfaqësuesit italian qëndruan mbi 3 orë brenda kësaj strukture, duke parë mënyrën e operimit të qendrës së paraburgimit të riadhesimit. Delegacioni përbëhej nga emra të rëndësishëm të politikës italiane dhe përfaqësues të lartë të Dhomës së Deputetëve dhe Senatit, mes tyre Galeazzo Bignami dhe Lucio Malan, ndërsa në përfundim të vizitës, deputetja e Fratelli d'Italia, Sara Kelani, përgjegjëse për Departamentin e Emigracionit, hodhi poshtë pretendimet e opozitës italiane dhe deklaroi se kampi funksionon normalisht dhe se deri më sot janë 536 raste emigrantësh të përpunuara në kamp. Kemi ardhur këtu për të dëshmuar se këto qendra aktualisht funksionojnë me kapacitet të plotë dhe ka subjekte që kanë kaluar nëpër to. Deri më sot, afërsisht 536 subjekte janë riadhesuar, të tjerëve u është vërtetuar ndalimi. Ne erdhëm këtu pikërisht për të dëshmuar funksionimin efektiv të qendrës në Shqipëri. Në përfundim të vizitës, deputetët italian do të përgatisin një raport për qeverinë Meloni, ku do të paraqiten gjetjet për kampin e refugjatëve, i cili shërben për strehimin e emigrantëve që ju është refuzuar azili në Itali dhe ju kryhen procedurat për riadhesimin e tyre në vendet e origjinës.